8 automjeti e zjarr fikseve janë në gatishmëri të përditshme për rastin e zjarreve në territorin e Bashkisë së Shkodrës, gjatë periudhës së verës ku në këtë kohë rreziku për zjarr është më i lartë se në rrestinet e tjera. 8 automjeti kena në gjendje pune dhe janë në gatishmëri për çdo moment që na paraqitet në çdo situatë. Efektivi është në gatishmëri të plot, pavarësisht se shumë shpejt kemi informacion që do marrim edhe 13 punojës të ri. Mundohem që të përballojmë me çdo sukses çdo situatë. Përveç gatishmërisë së përditshme, një automjet do qëndrojë stacionuar me personel në plazhin e Velipojës deri në muajin shtator për të mbuluar këtë zonë turistike. Çdo verë neve kemi instaluar një stacion provizor atje për 3 muajt e verës për të ardhur në ndihmë sa më shpejt pushuesve që ndodhen në plazhin e Velipojës. Sepse largësia është shumë e madhe për të shkuar në momentin kur duhet, janë 35 kilometra. Llogarit edhe trafikun, kur nëse nuk lam një mjet atje, është shumë vonë për të kap situatën dorë. Ponari theksoi se një zjarr fikës është në gatishmëri specifike për rastet ku mund të ndodhë zjarre në katet e larta të pallateve shumë kaqe. E kemi janë ku është autoshkolla që shkon deri në 8 kate. Është gjendje pune dhe këto kemi për momentin. E kemi edhe ka qenë dhe është në gjendje pune. Mungesa e kujdesit në përdorimin e gazit për gatim në jo pak raste ka çuar në shpërthim të bombolave dhe vatrave zjarri në banesa, madje dhe në ngjarje tragjike. Për këtë arsye, Ponari ka një mesazh të qartë për qytetarët. Do ju lutesha shumë qytetarëve që kur ndrojnë bomblat kenë shumë kujdes. Sidomos mosha e tretë, mundohet të montoj vetë bomblat, por fileti i bomblës nuk kap mirë dhe fillon rrjedhja e gazit. Ata nuk e kuptojnë mënyrë që ndezin bomblën bën shpërthim. Bombla kur nuk shpërthen, në 99% të rasteve nuk shpërthen bombla, shpërthen gazi që rrjedh mbushet në ambientin me gaz dhe në moment që ti ndezi çes drite e ndez çakmokin për të ndez bomblën ose diçka, ajo shpërthen. Duke patur parasysh ngarkesën në qarkullim rrugor në qytetin e Shkodrës, drejtuesit e repartit të zjarr fikseve u bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e parkimit, pasi parkimi i gabuar pengon ndërhyrjen e zjarr fikseve në raste emergjente.